Dhe ja ku jemi dashur me bashk, I paralajmërova mysafir tonë, tema tona, çdo gjë që do diskutojmë sot bashk sa jemi 2 orë prej këtij momenti deri në ora 18, ku gjithmonë mundohemi të përzgjedhim materialet më të duhura në kohën kur jemi, që t'i përshtatemi edhe kërkesave, nevojave, problematikave të juaja. Unë e thash që në këtë fillim të ditëve të ftohta, që përveç gripave sezonal, përveç sëmundjeve të tjera, përveç ndryshimeve të tjera në organizëm, janë edhe sëmundjet kronike si kur na dalin pak ma shumë gjatë këtyre ditëve. Nuk e di nëse ndikon temperaturat, ushqimi, dinamizmi, çdo gjë tjetër do të mësojmë nga intervista që do ta kemi, por gjithmonë simptomat na shfaqen edhe tek ata që e kanë për herë të parë kur e zbulojnë, sidomos tek hipertensioni, te diabeti, te sëmundjet tjera të ndryshme kronike, të cilat qof nga stili jetës, qof nga moskujdesi jonë, na vinë edhe në një moshë të shtyr, na vinë për herë të parë. Dhe sikur ndoshta nuk I kemi qëndru gati mirë organizmit tonë, nuk e kemi ndëgju mirë organizmin tonë, sepse organizmi na flet shumë, por na duhet jemi vigjilent. Ashtu si që ndëgjojmë muzikën, ashtu si që shikojmë diçka të bukur, ta ndëgjojmë edhe simptomat e organizmit që na jep çdo ditë, çdo natë me ndryshimet që pson. Pikërisht për këtë temë do të flasim, por duke u fokusuar në rolin e mjekut familjar, hallkës së parë. Unë e thash edhe në fillim të emisionit që mjeku familjar është ajo dera e parë që trokasim për çdo ndryshim tonin. Është mirë të vedisohemi të mos presim ndryshime, le të kemi kontrolla rutinore, mjeku familjar të jetë personi I parë që na ndëgjon anamnezën tonë, ndryshimet tona. Por deri në atë kohë të paktën le të jetë dera e parë, sepse ai na orienton më së miri për vizitën të specialistit që kemi nevojë, për ndryshimin që shfaqim përmes anamnezës. Pikërisht këtë temë do ta diskutojmë me një prej mjekëve I cili me vite e vite është pranë pacientëve, një prej atyre mjekëve që pacientët e tij e ka gjyshin, djalin dhe nipin e atij gjyshi, sepse ka gjenerata që ka trajtuar, është doktor Nexhbedin Sadiki. Mirë se erdhe. Shumë kënaqësi me të pas studio. Faleminderit për ftesë. Kënaqësia është edhe imja. Është takimi I dytë me juve edhe si zakonisht kam kënaqësi të jem këtu edhe mundohem të jap kontributin tim për këto çka ju that. Pra është mjeku familjar, si thatë vetë, është karika e pare e trajtimit edhe sa më shumë keni kontakt me mjekun e juaj, me qëllim e cekë këtë gjohë, aq më lehtë dhe të kalonin në për sfidet të cilët dhe të vinë, ose ata vinë, gjithmonë vinë. Pra, thatë edhe vetë dhe të bisedojnë për smundje kronike, edhe une nëse jeni dakord të kësha veçur smundje kronike, është muji I smundjeve kronike, njëna prej smundjeve kronike është diabeti, edhe une ndoshta kësha fillu pak me këtë pjesë, që mandej gradualisht të shkojmë edhe tek smundje tjera. Po para se të hysh te diabeti, unë kam shumë të rëndësishme me ditë, se unë thash, nga përshkrimi që bara, duke si me ka 100 vjeçar, po doktori është I ri. Po, doktori, falënderit shumë, po nuk është edhe shumë ri. Unë e di që sa shumë pacient keni çdo ditë. Shumë po du me ditë në kohën që po jetojmë, ndryshime që po përjetojmë, cilat janë smundjet më të shpeshta që po përballesh me ndryshimet e pacient tani, në këtë sezon? Tani në këtë sezona është aktuale, sezona është e gripave, virusave të ndryshme. Përveç kësaj, po e kam fjalën për smundjet kronike, sepse janë duke u shtu çdo ditë më shumë. Mirë, po përveç smundjeve akute që fola, që janë, do me thonë, viruset të ndryshme, do me thonë, gripat të ndryshme, si numroj tash me emën të gjitha, po, ka të bën me rritjen e peshës, ka të bën me obezitet. Është smundja e tashme, edhe besoj edhe smundja e së ardhmes, për fat keq. Fillon shumë herët, fillon shpesh pa vetdije, fillon pa u informu mirë se rreth çka mi të bo, fillon fakt 20 vjet para se të lind fëmija. Kur 2-3 vendosin të bohen bashkë dhe të krijojnë familja, më kuptoni, ata duhet mendohen mirë çka bin në këtë botë, çka do të sjellin në këtë botë, për arsye se dhe të jepet, dhe të ndodhë që dhe të jepet një lodër, cila është lodër për tritur, e nëse fëmis, cili ka 3 vjetë, jepni një lodër për tritur, dhe të keni problem, mund të aprish, mund mos din çka duhet me bo me ta, kupton. Edhe ndodhë dhe të lindë fëmija,
edhe ju tashti duhet merreni me ato. Duhet të dini që është mirë të dy prindet, që është mirë të ushqeni me ushqime të shëndetshme, pra njëherë në fillim të jepni me qumë gjinit, pra dhe të jepni qumë gjinit, mandej dhe të vazhdoni matutje me kohë, sikur që dhe të vjen koha, dhe të filloni të ushqeni me ushqime të ndryshme, është mirë të dini çka janë ato ushqime, me çka jeni të ushqy, është mirë të mendoheni rreth asaj se qysh dhe të ushqeni me cilat lloje të ushqimeve të ushqeni, sepse secili ushqime ka edhe indeksin e vet. Qoftë glikemik, qoftë insulinik, për cilët dhe të flasë më vonë. Është mirë të mendoni edhe rreth asaj se qysh dhe të ketë aktivitet fizik, pra jo të mendoni që të keni lind një mbret ose mbretnesh, edhe të ashtë ato veç dhe të mbani të izoluar prej krejt sendeve. Nëse nuk i respektoni këto sende, dhe t'ju ndohet që me 9 muaj, 1 vjet, për t'u lavdru të tjerë që jeni nona e mirë ose prindi mirë, dhe të keni një fëmijë që shumë i shnosh është, po është shumë i shnosh, është pak ma shumë i shnosh se sa duhet jetë, edhe ju faktikisht pa dashur, me dije ose pa dije, keni fillu të hini më një pjesë që mandej pasojat e asaj dhe t'i shihni 20 ose 30 vjet ma vonë. Pra, dhe të bëni fëmijë që është obez. Në atë moment kur dhe të bëni fëmijë obez, jo automatikisht e keni aktivizu një mekanizëm që është prezent në trupin e njeriut, edhe veçanërisht është i shprehun tek obezët, pra ju e keni inicu rezistencën në insulin, por arsye se tani krejt aty ushqim që ja keni dhonë, diçka duhet të përpunon, kuptoni, edhe zakonisht me futjen e ushqimit ta itet insulina. Nëse ju futni shumë ushqim futni, pra insulina dhe të fillon të shpërndan, të pricën se nuk e harxhon, pra fëmija nuk zhagitet në përdhom, nuk e i leni të kapet dikund, edhe të bënde një shërë dhe një herë, më kuptoni, do një të mbani mbret të bani, ajo nuk jeni mbret, sa arani se për të bëmë mbret, duhet vetë jeni mbret, edhe po, e keni bo hapin e parë për obezitet. Aty nis, dhe me thënë. Këtu nis, nëse nuk jeni të vëmendshëm. Nëse jeni të vëmendshëm, dhe të bëni ato që ka shumicën e rasteve është bo. Pra, dhe të leni fëmijën që edhe të zhagitet, edhe të ushqehet, dhe me thonë me ushqimet që ju dhe t'ja përzjedni, për arsye se përsëri dhe të kthehemi të indeksi insulinës, nëse merrni edhe analizoni, jo ndo lista që mund t'i gjeni tash online kudo, dhe të vreni që për shembull ushqimet të gatshme që shumica e prindve sot në këtë kohë i marrin dhe i përdorin për fëmijët e vet, indeksin e insulinës e kanë mbi 140. Që tash me marrë me krahasu me disa ushqime tjera, është një listë shumë e madhe, unë nuk e di që do ta hupi këtë kohë juve me ju tregu cila është, po cili don mund ta din, pra mund të hinë edhe ta kërkon, pra nëse indeksi i insulinës është 100 tek buka e bardhë, llogaritni ushqimet e gatshme janë 140, mishi është 50, edhe shumë tjerë. Tjerë të cilat tani mbledhen. Pra bukvalisht ju thash, ju në atë moment që doni me rrit një fëmijë të shëndetshëm, ju duhet ta dini edhe çka është e shëndet, çka në fakt është e shëndet. Po, qëllimisht ta bëna këtë pyetje sepse ju përballeni si me fëmijën, si me të moshunin çdo ditë dhe i shikoni edhe ndryshimin e stilit të jetës, por edhe ndryshimin e anamnezës së një antarit brenda një familjes, kur e ke po që nështë kanë qenë më të shnetshëm për gjeneratat e reja, po ushqejnë ndryshe dhe kanë 2-3 antarë me diabet ose 2-3 antarë me obezitet, dhe unë shgozha shqetësuese për periudhën kur po jetojmë. Dhe po, e përmendja dhe doktor Neçbedini që në nëntor shënohet edhe muaji i vedisimit rreth smundjes së diabetit që fatkeqësisht është një numër në rritje. Edhe jo vetëm që është në rritje, por është edhe po ashtu në rritje moshat e reja që po preken, që kjo është alo ma shqetësuese. Sa po ju thash, më thonë fillon në moshën e hershme, kur të bisedojna për diabetin, që është dikun stadi ma vëndshëm i fillimit rezistencës në insulinë, mandej rritjes 3 mujorit, mandej vini deri te diabetit dhe ta kuptoni që ajo ka fillu shumë më herët. Shumë më herët. Po, që tash edhe nuk e ndëgjojmë organizmin si duhet. Po, sepse në literaturë janë të përshkruar me 2 lloje të diabetit. Po. Edhe do të thonë,
janë diabeti tip 1 edhe tip 2. Tip 1, që ma pak populata ma pak merret me ato, se edhe me përqindje është ma i vogël, ndërsa tip 2 që është aktual, tip 1 është dëmtimi i qelizave të Langerhansit edhe mungesa e insulinës, pra trajtohet me insulin. Ki tjetri është në fakt që gjithashtu fillon, nëse me vëmendje në dëgjum pjesën e parë, që ju thash, fillon në fillim në rini. Edhe kjo është diabet i hershëm. Por edhe një qka nuk i vnojnë a vesh, hajtë se s'ka gale, edhe një qka po pritoj me mirë është me bo ushtrimi, po pritoj me që më nëgjese, herët është, po më dhem trupi, më ndaj 2-3 ditë më vonë, më dhem trupi, a kuptoni? Në fakt, është një kërkes e trupit të cilën njerëzit nuk e ndëgjojnë, nuk e analizojnë edhe nuk e dajnë me mjekun e vetë. Sepse kur të analizojnë edhe të ndajnë me mjekun e vetë, atëre mjekun ndoshta është i trajnum për atë punë, pra mundet edhe me jau sqaru. Pra, urdhoni. Po, dishta se besoj që kureshtarja njerëz kur për në ndëgjojnë, se sa herë e thamë edhe unë edhe ju që mjeku familjar është dera e parë. Një pacient i cili ka shqetësime të cilat nuk po i nje, ndryshimet të cilat janë të reja, një stil i ndryshimit edhe të disponimit, po edhe të oreksit edhe çdo gjë tjetër. A mund është me më kallëzu me çfarë simptoma mund tjetë një pacient që vjen tek mjeku familjar dhe që ju dyshonit që ai mund ketë diabet? Po, dhe t'ju tregoj pacientët nga praktika, dhe me thonë ata që vinë, logaritmi mosha dikun 35, 40, 42, 3, vjen edhe thëtë, doktor, diçka jam i lodhun. është një lodhje pasqarume, më kuptoni, edhe ju thoni, okej, mund t'jesh edhe ndoshta i ngarku ma bën gjumë mjaftueshëm, ma bën këto. Më thoni, pyet krit ato çka mund t'jetë lidhje me lodhje. Edhe ju krit përgjigje që ju jep janë në rregull, flej mirë, nuk e kam këtë problem. Edhe ju, nëse jeni i përgjegjshëm, pra dhe ta dini në fakt, nëse jeni i ditur dhe ta dini që simptomi parë dhe njëherë i smundjes diabetit mund t'jetë edhe lodhja. Lodhje parësyshme. Në fakt, nuk është e parësyshme. Sepse problemi ka fillu veç është shpreh. E keni rezistencën në insulin që është prezente, ato si cili laborator i mirë fill të bën testin edhe insulinës, edhe glikemis, edhe logarit homa indeksin, edhe ta kuptoni që ka rezistencë. Edhe tashti, kur ta kuptoni që ka rezistencë dhe ta kuptoni që insulina është qelësi. Pra janë disa organe dhe disa inde të cilët kërkojnë insulin për me mujt me hi sheqerin në ta, sepse sheqeri ose glukoza është ai materiali djegës, ai është të cili e krijon energjinë. Tash ju keni situatë që këtu në këtë korridorin e ju janë plot njerëz, mirë po për me him brenda duhet të ketë qelës. Pra nëse nuk e ka qelësin adekuat, ki studio dhe tjetë i zbrazur dhe se në korridor dhe t'jem plot njerëz. Njëjta situatë është tek njeriu. Pra ju në gjak keni plot glukozë, ndërsa në dhomë, do me thonë ku duhet aty në qelize, ku duhet prodhohet energjia, në fabrikat e energjisë, ju s'keni mjaftë. Është shenje parë. Lodhja, humbje fuqisë, pa disponim. Dëniherë ngritja natën për urinime. Ditën se kom fort këtë problem, më kuptëm për natën si të bi me flajt njëherë, ose diherë, pa u qurë nuk e loj. Duhet me ndoni se ndoshta natën, nëse e ka shprehit që të hanë vonë, e tani ajo duhet tretet, duhet përpunohet, në mbromje, rritje glukozës shkon dikun bi prag. Pragu është dikun 9.4, 9.5 në gjak. Mund të ndodhë që të shkon 10.5, 11 për një moment. Kupton? E ta shti glukoza tërhek ujnë. Edhe ju vjen pacienti cili thët, po urinoj një herë ose 2 natën. Jo mi lodhën, djersitën për pak, nuk kam kondicion, dal natën një herë 2. Okej, a i ke bo analizët? Mati si kum bo analizët. Okej, pa mirë është me i bo analizët, e shihni i bo një analizët, dhe rezultati edhe jo shumë i keq. Një sheqer që është në kufi 5.7, 5.6,
dëni herë në urinë, një gjurme e sheqerit, pra nuk është diçka shumë serioze. Pastaj a kërkohet 3 mujorit këtë rast? Pastaj po, e punoni insulinën dhe bëni matjen e rezistencës. Ajo veç ju qetë ka dalë në rrugë. E bëni 3 mujorin, po është hapi parë për me edhe e kuptoni që nuk është e diabet, është gjendje para diabetit, pre diabet. Ka kohë mjaftueshme që të riparohet. Edhe ju e këshilloni pacientin, këshillon më atlet. A bën aktivitet fizik? Jo. Ose shumë rrallë. Ose, po nuk e di bre doktor, nuk kam kohë, jam i zonën, nuk kupton. Okej, e çka punon? Edhe që është tash rasti edhe më i rëndë, shumica punojnë IT, një numër i madh njerëzve punojnë IT, edhe mos harroni tash ata fokusohen në një pikë. Edhe nuk lëvizin mjaftueshëm, edhe e kanë ngarkesën, edhe ushqehin shpejt, veç ta mbushi barkun me diçka, edhe han shpejt ato. Edhe ju tash veç e keni situatën, gati është, skenari është i përgatitur që mas 2-3 vjet ju të keni edhe fillim të diabetit, të keni edhe hipertension. Sepse tash diabeti në këtë situatë ndikon në enë të gjakut, edhe ngrit tensionin e gjakut. Tash ti mos harroni, tensioni i gjakut ka 2 komponente ka. Një që ka zemrën që pumpon, tjetrën që ka enë të gjakut që më të ngushtë. Diabeti ngushton edhe ashtu. Njëherë mas pari arteriolet, mandej ngushton edhe arteriet edhe ndodhë rritja e tensionit. Me thonë, veç i keni 2 komponente, 2 probleme, njeriu i ri është. 42, 3, 45, 50 është njeriu i ri. Është e çuditshme, doktor Neshbedin, besoj që përballesh me çet pyetje që po ta bëj edhe prej pacientëve. Prej Covidit e kanë mësuar çka është vitamina D, edhe janë të e lidhur me gjithçka vitaminën D. Edhe ndoshta janë anashkalojnë krejt këta hapa të rëndësishëm që i shpjegove, që mund të na çojnë te një smundje kronike që ka më na shoqëruar gjithë jetën e më na ndrua dhe cilësinë e jetës. Tu thon, pe marrni vitaminë D se diçka e lodhne jam. Fakt është shumë drejt keni. Edhe në fakt nuk është se edhe ne nuk mendojna që mund të jetë edhe vitamina D se mungesa e vitaminës D din me shkaktuar gjithashtu lodhje. Po, e vërtet është ajo që thoni ju. Po ama është edhe një herë dhe arsye tim për me anashkalu, me u marrë, me problemin rrallë që është. Më kuptoni se nuk është që kemi qef shumë me pranu se nuk jemi aktiv, se nuk bëjmë aktivitet fizik sa duhet, se nuk merremi seriozisht me shëndetin tonë, se dikush të parë tonë do shte kanë dështu me në tregu se çka është e rëndësishme, atë çka nuk është e rëndësishme, më kuptoni? Pra tash është qelci mirë, pra a bën me ma bo vitaminën D, doktor? A më kuptoni? Edhe me këtë kërkesë edhe vjen, a bën me ma bo vitaminën D se jam i lodhur? Edhe ti tash ki 2 zgjedhje, nëse është pacient yt, ti thosh, okej, po kur ke qenë herën e fundit me u vizitua? Nëse është mbi 40 vjet, dhe ti thosh, okej, prit një herë pak, më kupton, a bën të bën një hulumtim pak, një hulumtim të vogël, mund të na del shumë mirë, shoqyr që na del. Edhe vendosni që të bëni një hulumtim të vogël, edhe ai hulumtimi i vogël, dhe një herë din me qenë edhe taman kohë. Me qenë shumë kohë, ai hulumtimi i vogël. Pra, nëse nuk doni të bëni hulumtime, ose nuk doni të bëni hulumtime pacienti, edhe ato dhe të respektoni, dhe të thoni, okej, apo do me bo vitaminën D, po do. A të bëjmë edhe një, me thonë, tash prapë më varet, po, varet sa jeni ju i shkathë dhe sa doni të përcjellni porosin. Të shkatë bëni edhe me diçka tjetër këto, mos harroni. Ka të bëni sa jeni të afërt me pacientin e juaj. Pra, nëse janë pacientet e rastit, vështirë dhe të keni sukses. Sepse ekziston një farë droje që hajtë se këta doktorat, po lypin shumë. Po për vete i kanë doktorat. Po lypin shumë se dojnë me bo analiza këtë hatë, mirë, po nëse janë pacient të ju, si që ne që e kemi rastin, na e kemi rastin e pacientëve tonë që janë me numri madh, mos i përmendit, ashtë 2-13 janë me kartela, 2-13.000, pra ata ju njohin, edhe ato dhe të ndalin dhe të mendojnë, të thonë, doktor, këta e qka deshte me më thonë. Nëse jeni trajnu me pacientët dhe ju keni thonë, okej, hajde të diskutojnë në këtë muhabet. Mund t'ju thamë, sikur ju me juve tash që bisedoj, mund t'ju thamë çka mund të qëndronë mbrapa kësaj, ata dhe t'ju ndëgjojnë gjithsesi, edhe pra disa prej atyne dhe të vendosin të merren
me vetën e vetë pak ma shumë. Nëse e keni atë kredit të pacientit që t'ju thoni ki parasysh se kjo mund t'jetë problem jo sot, mas 5 vjetë, 10, edhe ajo dhe t'jetë hala ma mirë, edhe ju çka keni bo? E keni zgjedh një problem, një pacient më pak i cili dhe t'jetë ngarkesë për familjen, ngarkesë për veten, ngarkesë për sistemin nesër, sa i sistem duhet ta pagun, nëse është shëndetësi publike, pra dhe duhet pagun për ato, që është kronikisht i smundë, kuptoni? Doktor Neshbedil, me që po flasim për një prej smundjeve më të shpeshta kronike që ata kanë të rijet moshuar, patjetër që më duhet me unal edhe të disa simptoma tjera se shumë mirë spjegove një ndër më të shpeshten, por edhe të paren. Por një tjetër simptom e shpesht edhe që është e parë është edhe tharja apo terja e gojës, që e ndëgjojmë shpesh, unë kam plas qikus që më shkruajnë vete brenaj doktor, po më teret goja. A mu me pipa goja? Po mu nësh me pipa goja. Apo teret goja, bëni testën e diabetit. Do më thonë, është një prej simptomave më të shpeshta. Edhe sidomos të gjeneratat e moshune, ku tentojnë me ujë, me qomsht, me kos, me ato, me hek, me e largu. Në fakt, nëse marim këtë punë seriozisht, kur të fillon me u terë goja, dhe me thonë gjendja është e pak ma serioze. Sepse dijen ato 4 simptome janë të diabetit, janë polidipsi, polifagi, poliuria, më kuptoni. Me thonë si cila është një poli-poli. Tu edhe në gjuhën e popullit. Pra, në gjuhë populli është shumë ujë pen, shumë ujë derdh, shumë ushqim han, më kuptoni, dhe me thonë janë simptomet cilët veç janë ndryshuar në organizëm. Organizmi veç çon alarm, ajo është alarm, cilën ju nëse jeni vëmendshëm dhe ta kuptoni. Ai veç tregon që brenda atij veç është ndodhet diçka. Mos harroni, unë dhe të ceki 2 sende këtu, që janë me rëndësi, që besoj që për njerëzit cilët ju shohin edhe ju ndëgjojnë, janë me rëndësi, janë rezistenca në insulin, janë 2 llojet rezistencave në insulin, është rezistenca hepatike dhe rezistenca periferike. Kjo rezistenca hepatike vjen heshtje. Pra nuk është që e vreni, nuk është që e dini. Pra ngarkohet trupi me insulin, ngarkohet edhe e ka një far mekanizmin e vetë, ai thotë kështu. Trupi është maqinë për kryme, jashtëzakonshme është. Pra nuk mund të krijosh diçka të tillë. Ju e ngarkoni me ushqim, nuk e harxhoni ushqimin, ai don me shpërndahet ushqim dikund, rolin e parë ka mëlçia. Mëlçia thotë, okej, që kjo pjesë ka mbet e pa shfrytzuar, hajde ta deponojnë atë dikund. Edhe shkon e deponon. Normalisht që duhet ketë një periudhë kur nuk hani, se nuk hani vazhdimisht. Nëse e keni shprehit, hani vazhdimisht, ju vazhdimisht e ngarkoni mëlçinë e juaj. Po nëse është zakonisht që ndodhë që nuk hani gjithmonë, hani 2 shujta ose 3 shujta, pra një pjesë e asaj dhe të deponohet. Edhe kjo është gjendje normale. Mirë po kur dhe deponohet shumë, kur depote ushqimit dhe të rritën, obeziteti që ju përmenda më herët, obeziteti dhe të bën një ndryshim në mëlçi. Normalisht, kur nuk hajna ushqimi, dhe me thonë glukoza, me anë të ndikimit të hormoneve glukagon, që është e kundër të insulinës tani, e përdor rezervat, kur nuk hajna, e përdor rezervat. Nëse ju jeni veç pretil, këni fitu pesh, më kuptoni, jeni obez, ky mekanizëm ndërpritet. Pra, në moment kur nuk hani, në vend se me përdor rezervat, insulina tani në mëlçi nuk e bën çka zakonisht duhet të bën, po prodhon hala më shumë glukozë. Edhe ju nuk e keni funksionin primar të insulinës. Këtu veç mëlçia është rezistente në insulin. Ju keni do me thonë insulin, cilin organizmi ju e ka, glukozë cilin organizmi ju e ka përdor. Veç ka fillu rezistenca. Edhe kjo shkon tash në qark pa fund. E keni sheqerin, deponohet, krijohen inde adipoze, edhe më të mëdha, ju veç filloni me u plotësu, me fitu pesh, hala më shumë, edhe probleme keni të nxjerreni prej kësaj. Alarmet janë dhezë gjithkund, po ju janë shkaloni, nuk është që i vreni, ose nuk doni t'i vreni,
e boni një vitamin D, vitamina D ju tregon se mirë, jeni nuk keni problem me vitamin, edhe në rregull është. Këtu ne ushtohet edhe oreksi nëse nuk gaboj në ato ditë kritike. Polifagi, është, do me thonë, ushqehet pak më shumë, sepse mos harroni, nuk shfrytëzohet, ju keni glukozë, ka material sa dush ka, nuk shfrytëzohet sepse insulina, thash periferia, jo pjesa që duhet, fabrika që duhet të përpunon glukozën, nuk funksionon pa insulinë. Po, këta persona, këta pacienta, këto simptoma i kanë të shprehuna më shumë natën kur flen, apo në mëngjes kur zgjohen me gojë të terën ose me problemet të tjera? E pyet një pacientin, e thoni, a zgjohesh i lodhun, a i pushon? A bjen i lodhun? Se e din se bjen i lodhun, dita ka qenë e gatën, kupton, po a zgjohesh i lodhun, a i pushon? Edhe i thot, balla e doktor, i lodhin, ma i lodhin ju më qu se sa ju më ra. Mund t'jetë alarm nëse jeni vëmendshëm për juve, nëse keni kohë të merreni me pacientin, pra nëse nuk keni 2-3 vet, 5 vet, 10 vet të dera që ju presin për me kry, nëse jeni të vëmendshëm mund të mendoni, po mund t'jetë ndoshta një prej shenjave të para, o zgju i lodhun. E pyetni mandej përmes qaru këtë muhabet, e pyetni, okay, a ki stres? A ki stres? Stresi gjithashtu e ndihmon këtë problemin e diabetit. Ki stres? E thot, jo, në rregull, nuk kemi streset përditshme, po jo diçka serioze, aha. Okej, po hajde pse mos mendojnë atë që ndoshta mundet është rezistenca në insulinë, sepse trupi është i lodhur. Një prej shenjave të para është lodhja e parësyeshme. Lodhje pa nevojë. Po. A është edhe për gjumje? Po tani nëse jeni zgjuar e lodhur, apo thjesht s'keni energji. Nëse jeni zgjuar e lodhur, brenda ditës që ajo mungesë e energjisë do të shfaqet dikund. Edhe ju dikund mas orës 1-2, të vendosni të hani buk, mos harroni tretja ushqimit i ngreh dikund 40 deri në 50% të gjakut. Edhe ju do të jeni të lodhur, është normal sepse veç procesi i tretjes ushqimit harxhon energji. Për me u bë këtë edhe më të kapshme, vinë shumë prindë, se vinë edhe fëmijë vogël pacienta tek neve dhe thonë, doktor, fëmia është e smut, po nuk han kur gjo. Edhe ti thash, mundesh me i thonë dy zgjedhje. Qysh nuk hana, me u mërzit, hala më shumë prindin, ose me i thonë çdo që ju thash unë juve tash. Procesi i tretjes është konsumus i energjisë. Edhe normal është mekanizmi automatik është që nuk leja i shfrytëzon ato rezervat që i ka kriju trupi më herët, i shfrytëzon ata, sepse gjatë kohës smundjes, gripave të sezonale ose kujdune, duhet të luftohet smundja, e jo të përqendrohemi në tretja, më kupton? Në tretje, po shumë e qartë. Edhe shumë informacion i nevojshëm, sepse shpesh i ngatrojmë, shpesh edhe na ka penalizu shumë, sa do që na ka ndihmu rrjetet sociale, interneti, pak edhe na ka penalizu se e vesim ChatGPT-n e kam qëtë simptom, na jepa një informacione, kesh përdorim, edhe e diagnostikojmë vete nga bimesht, dhe e shojmë sherën. Për shembull, po du me lidh me një që ju mjekët familjar përballën çdo ditë, për pacientë të cilët e kanë këtë shpeshtimin e urinimit. Shpesh me vetëdijsimin aktual që e kanë për shkak rrjeteve sociale, shkojnë pa rekomandim e bojnë një urinë të thjeshtë analizë. Edhe përmes urinës një mjek familjar mundet me zbulu edhe diabetin. A është kështu? Në fazë të më vonshme. Më vonshme, po për që... Në fazë të më vonshme, mirë po... Hajde të kthehemi një hap mbas. Po? Themi një hap mbas. Pra, këto janë krit alarme të cilët i bisedojmë. Do me thonë, jo i cekët edhe une po mundohem t'ju jap përgjigjen këta. Po, dhe të keni urinimet shpeshtë, mirë po faza, veç llogaritni që veç jeni në diabet ose jeni në fazë të vonshme të prediabetit. Dhe të keni epizode të ndryshme, më kuptoni. Një pacient që ka qenë para një muaj e gjysëm, doktor, unë e kom shumë qef kefir me hongë. Me pi, në fakt. Thëmë, okej, super, mirë. E kur e pin, thëmë mbromje e pi kefirin, më kupton, okej, mirë. A e din që kefiri ngreh shumë insulin kur duhet me utret? Ja, po kefiri janë shumë i shëndetshëm. Më kupton, shembull, po jap një shembull shumë karakteristik. Okej, thëmë, okej, hajde hin, interesohën, vend se të këshyresh në Facebook e kujdune në rrjetet tjera sociale, interesojë sa është indeksi i kefirit. Edhe e kupton që është 112. Edhe që 112 që është pak më shumë se buka e barë. A i shëndetshëm është? është probiotik. I shëndetshëm, jashtëzakonshëm është.
Po, ma dhe t'ju shtin që natën dërë një ujë 2 herë. Dhe më thonë ka përdur gabim kohën? Po, pikrisht që aty du me dorë. Kjo është. Edhe tashti, ju, ka 2 herë ka bo, ka kalu kriza, o zgjunë mëngjes, ka shku të mjeku, e ka bo analizën urinës, ka dalë në regu. Dhe qënë s'ka. Ama 2 herë natën këm dalë, nuk e di që ka pata. Më kupton, një pyetje e thjesht, më kuptoni, e mirë, e kur me përdorë qatë këfir, po përdorë para dite, pa mërënda ditës edhe me pas, po mos përdorë shumë, përdorë një sasi pak ma të vogël, sa është e preferume. Po, edhe shumë shpesh e kam thonë edhe për mes emisionit që është një kohë e limitune që edhe gjanat e shëndetshme, mo nuk janë të shëndetshme nëse i konsumojnë para gjumit, para aktivitetit, sepse jo gjithmonë lidhet veç me gjumin, lidhet edhe me pasivitetin, mramja jemi ma pasev, rrim, shikojmë televizor, rrim, edhe nëse sajmë kur gjatë trupi jonë është shumë pasev. Kështu që unë nuk jam doktoresh, por të pakte nga emisionet, nga jo qka, mundohemi me përqu. Ju jeni mire informume. Gjdo ditë këtë mesazh. Doktor Nezhbedin, unë e di që pacienta tash mujtë më shqetësu, me thonë, more që të simptome kanë, more që të simptome kanë. Parandalohet edhe pas simptoma diabeti. Po, pa tjetë. Po tani nëse keni raport mirë me mjekun e juj, dorëzojuni mjekut juj, lypni për mjekut juj, tregoni shqetësimet të cilët i keni. Tregoni çka juve ju mundon. Llogaritni që është profesionist i asaj puna, nëse nuk është ndoshta shumë në lami, kërkoni prej atij që thoni, muj me ardhë mas 2-3 dite me më tregu, se ndoshta për momentin je ngarkuar se s'ki dhona mjaftueshme, kërkoni për mjekut juj që t'ju informon rreth shqetësimeve t'juja. Merjani kohën mjekut juj. Merjani, pra nuk thëm mjekut ju jep kohën. Ju si pacient, shkoni te mjeku juj e thuj, ma kushto kohën, do me mi dhonë 5 minuta, 10 minuta me mi dhonë të kohës tonë dhe me ma spjegu që këtë shqetësimin tim. Merjani kohën mjekut. Ajo është i obligum edhe me ligje dhe me betimin që e ka dhonë që t'ju jep informata. Kur gjë tjetër, nuk është puna e mjekut vetëm të shëron smundjen. Puna e veçanarisht e mjekut familjar, është mjeku i familjes, mos harroni, është njeri i familjes, është. Pra puna e mjekut familjar është të t'ju jep informata, t'ju pajis me informata para se t'u ndodhë smundja. Ajo qka është e çuditshme, doktor Nezhbedin, edhe para se t'filloni me emisionin, kur unë takum, më tha, për dukesh e lodhur Saron. Më lenë përshtypje shumë se kur e tham që është hallka e parë, e tham në çdo dimenzion. Ka pacientë të cilët vinë në kontrolla rutinore dhe janë pedant në mirëqenien e vet, në shëndetin e vet. Vinë pas simptoma, vinë për me pa veten ku janë me ndryshime, ju i dalloni edhe në fizik. Tani kështu është, dhe me thonë, nëse ju jeni, nëse punoni një punë gjatë kohë, ju jeni profesionist i punës juaj, edhe juve kur ju vjen mysafiri, ju saktë dini kur mysafiri është, kur ka frikë nga intervista, kur faktikisht nuk është i gatshëm të jep më të mirën e vetes. Pra e dini ju. Edhe brenda asaj kohës ja lehtësoni punën. Pra i thoni, ja ndërpreni, kur e shihni që është i shqetësuar, ndërpreni, jep një shembull, ja lehtësoni punën. Nëse punoni këtë punë që unë punoj që 30 kusur vjet, e mësoni të kuptoni edhe gjuhën e trupit, më kuptoni edhe mimikën e fytyrës. Nëse është ai person edhe pacienti juaj që vjen te ju më e njihni, mos harroni ju. Nuk është kjo takimi parë, kjo është takimi 10, 15, 20. Kom pacientat cilët 23-4 vjet kanë kartelën kaq të madhe, më kuptoni, pra ti e njeh më e njeh frymësi më bukvalisht e njeh, edhe ti mjafton që të dalësh, të bosh edhe ti ja për shembull pacientit tënd, pra jo me prit në zyre, po të dalësh në korridor, ta marrësh atje ku të pret, të marrësh edhe të lëshosh para teje edhe të shikojsh se çka është tu, çysh është tu ecë, mimikën e fytyrës, disponimin e ka, është pjesë për anamnezës që duhet të marrësh kur të tulet para teje, ti veç një 20% i ke marrë prej në korridore deri në zyre. Edhe ja çon porosinë se shiva unë po dal me të prit. Mbi gjitha është edhe respekt. Po, është respekt. Pikrisht është ajo. Unë po dal me të prit, kur e kryen, i e përparësi pacientit donë që del para teje edhe e përcjell. Është adeti vjetër shqiptar, më kupton që dush me përcjell njerëzit, më kupton me prit edhe me përcjell. Bëheni atë punë.
A dhe kjo është reciproke, doktor Neshbedin, se unë e shumë shpesh ja u tham edhe në mënyrë mitësore mjekëve, mysafirëve, që nëse një pacient në mesin e qindra mjekëve të ka zgjedhë ty, të ka respektu, se të po të beson, bën atë njëjtin respekt edhe ti me këtë pritje që sa bëhe përmende. Ndëgjoni, mjek familjar, më falni, ju vjen nona, baba, vlla, motra, a e pritni vetëm në dhomë? Jo, ju dilni e pritni, po më vjen, kush po më vjen, o zot sa mirë, më t'i s'kum pa. Këtë është ajo pjesë, rutinë e përditshme është, por nikosisht mos harroni, ju bëni edhe triazhën. Ju keni dalë në korridor, i keni 2-3 paciente, e shihni se dikush është ndoshta pak më smut, e keni raportin e mirë me pacientin që është në rend, i thua, a preton me ma lëshu që pacient se më duket se është pak më keq. Edhe ata që e din, ju njohin, thonë, okej, në rregull, është e lirë, e rahat. Po. Kjo është, inshallah, po na ndëgjojnë edhe kolegët e ju, është shembull sepse kështu duhet trajtohet çdo pacient. Na po i afrohemi shumë shpejt fundit, sepse kur kam biseda që kanë ka shumë korreshtje, më duket sikur mi vjen edhe në minutat, edhe më ka shku shumë shpejt, ka shumë pyetje që edhe na kanë shkruar qytetarët, po edhe që do doja t'i shtroja, po munduhemi i përtheku që me emri në kohën, po do të kemi prapë në studio, sepse gjithmonë me respekt presim edhe me vëmendje e ndëgjojmë këshillat e juaja. Një pyetje shpesh që na vjen edhe që duhet patjetër me transmetu, shqetësim tjetër i personave që dyshojnë për diabetin është zgjohen prej gjumit me fytyrë të ajtur, me sy të ajtur. A konsiderohet simptom, doktor Neshbedin? Mund t'jetë, mund edhe mos jetë, por mund t'jetë, tashti... Apo më shumë ka të bëjë me reum? Nuk kisha folë konkretisht, më kuptoni, sepse ajtja e fytyrës mund t'jenë shumë arsye, mund t'jetë çrregullim hormonal, varet nëse është gjinia femër ose mashkull, më kuptoni. Mund t'jetë edhe problem me kanalet urinës ose me veshkë, më kuptoni, se mungese proteinëve, mund t'jenë shumë arsye mund të çojnë deri te kjo, po mos harroni, diabeti është smundje me 100 fytyra. Pra, kur e keni diabetin, mund të keni problem me pamje. Kur e keni diabetin, mund të keni problem me veshkë. Kur e keni diabetin, mund të keni problem me mpirje të komëve durve. Kur e keni diabetin, mund të keni dhimbje gjatë ecjes. Mund të keni varr në përgishtat e komës. Këto janë krejt komplikimet të diabetit. Këtu veç diabeti është, këtu nuk mundna me thonë që është fillimi. Këto janë veç, mund të themi që është fillimi i vetdijes tuaj për diabet. Mirë po, mos harroni, diabeti tash është du vrapu mirë brenda juve, do me thoni ka një 60% veç ju ka sundua, më kuptoni, në heshti është. Më kuptoni? Do me thoni, si cili simptom, dë njëherë jeni disponim, dë njëherë pa disponim, dë njëherë reagon pa prit, pa kujtu, do me thoni, nuk e ki qartë që ka pat njeriu, më kuptoni, reagoj pa prit, pa kujtu, në fakt mos harroni, diabeti ndikon edhe në sistemin qendror nervor, do me thonë edhe nuk është, edhe aty ka mungesë gjithashtu të ushqyeshmërisë mjaftueshme, edhe normal ku keni ushqyeshmëritë pa mjaftueshme, do të keni problem, me vetdijen, do të keni problem me kontrollin që e keni me veten e juaj. Këto janë simptomet e diabetit. 100 fytyra i ka. Dhe gjithmonë nëse i dallojmë këto ndryshime, është mirë të lajmërohemi te mjeku familjar, sepse e thash edhe kur ishit ju në studio, po e tham prapë që mjeku familjar është ajo pasqyrja që ty edhe të orienton në çdo udhkryq të mundshëm që mund gjendesh. Ai për endokrinologun, ai për kardiologun, ai për ginekologun, ai për çdo që jeni, orientimi më i saktë bëhet nga mjeku familjar. Aty ku ju e tha dhe doktor Neshbedin e qelni zemrën në çdo dimension, i tregoni çdo ndryshim, çdo pakënaqësi me shëndetin tuaj ose me ato se çka përjetoni, dhe aty fillon trajtimi dhe aty fillon edhe shërimi. Edhe është të çuditshme, po thuaj se çdo sëmundje kronike, shkojmë tek specialisti në fjalë, kthehemi dhe menaxhojmë pastaj edhe me mjekun familjar, sepse është ai ndihma e fortë. Në fakt, nëse muj me shtu pak se ju thatë krejt, unë veç pak dhe të shtojnë këtë muhabet, pra sistemi shëndetësor nuk mund funksionon me një mjek, ose po me një pjesë. Sistemi funksionon duke bashkëpunu njëri me tjetrin. Na e kemi shumë qartë çka është punë e jona, edhe çka nesrit kur ta kalon kompetencat tona është punë e kolegëve tonë. Mirë po, mungon feedback. Pra në organizëm çdo gjë ka feedback. Feedback do thotë ushqimi pas.
Pra, nëse një parametër është rrit, ekziston një që e kontrollon që duhet ullet. Do të thonë, çon informat ule. E keni të gjondra tiroide, për shembull, dhe keni tiroksinën që është rrit, thyroid stimulating hormoni, TSH që i themi na shqip, duhet bjen. Nëse ky raport është ndru, na çon alarm neve, më kuptoni. Edhe shumë sende tjera në organizëm e kanë feedback-un e vet. Pra, ju e çoni te specialisti për në këtë rast endokrinologu. Edhe endokrinologu e kryen pjesën e vet që për cilën është e kompetent, edhe me rregull duhet t'ja u kthen pacientin juve, t'ja u kthen, sepse ju do të mireni me to. Ju te endokrinologu nuk keni nevojë me shku çdo muaj. Ju do të shkoni një herë në 6 muaj ditë, ndërsa 5 muaj tjera do të shkoni te mjeku ju i familjes. Edhe mjeku do të vendosë i familjes kur, në cilën rast prap do t'ju çon te endokrinologu. Pra, në atë moment kur e shet që i del situata pedore, nuk ka mundësi me u marrë, janë dhe simptomet reja që janë lemru. E çoni te njeriu i cili është i specializuar për këtë pjesë, e kryen punën e vet, ju informon për ndryshimet që i ka pa, ju jep udhëzime të cilat duhet i përcjellni, edhe thotë përcjellet ashtu, më kupton 5 muaj të ardhshëm. Edhe për ata pak më pak punë, se ata kanë punë më të rëndë ndoshta, e kanë punë specialistike, edhe për ata pak më pak punë, edhe për neve ma letë se kemi mundësi me përcjell. Më kuptoni? E kam edhe një pyetje të fundit që se më bajnë me dije djem që kemi kalu minutazhin. E kam një pyetje të fundit, nëse unë si një pacient që jam pak më informuar, vi dhe tham doktor Nezhbedin, mirë jam shumë, po du me boni check-up. Çka kërkon? E tani kështu, e kam fjallin që mi në parandalu smundjet kronike? Shpesh kemi asi pacientë, dhe me thonë, kemi pacientë cilët janë të mirë të edukuar për shëndetin e vetë edhe ata se çush duhet me urujt shëndeti mirë. Pra ju duhet të vini edhe të bëni një check-up. Check-up do të kontrollohet i krejt trupi. Jo dhe të bëni, do me thonë, dhe të jep një intervistë mirë mjeku. Pra, dhe të pritni që mjeku t'ju pret në korridor. T'ju merr me vete, t'ju pyet çush jeni rrugës, të shkoni në dhomë. Të uleni në kariken përballë mjekut, që të mund ta shihni mjekun edhe juve mjekut ju sheh. Edhe dhe t'i tregoni shqetësimet e juaja, do t'ju pyet mjeku, a keni shqetësime? A ka diçka që të shqetëson, dhe t'ju pyet detajisht për cilën pjesë t'ju, sepse ndonjëherë ajo thuhet djalli më shefet në detaje, më kupton, pra mund të më shefet dikund në një detaj që për ju mund të jetë i parëndësishëm për mjekun i rëndësishëm, edhe po pastaj dhe të fillon kontrolla si akt, dhe t'ju kontrollojnë krejt çka duhet kontrolluar brenda asaj kohës, dhe t'ju uleni prapë para mjekut dhe thotë tani dhe të bëjmë analizat. Të bëjmë analizat, çka prej analizave? Këto. Këto e bëj për këtë arsye, për këtë arsye, për këtë arsye, për këtë arsye. Kërkoni kohë prej mjekut ju t'ja u shpjegon si cilën gjë. Mos e kurseni mjeku për çato është i paguam. Pra që t'ju jep kohën e vet, të vlefshme, a ju të merrni informata prej asaj. Mos dilni pa ju dhënë sqarim për çdo gjë. Edhe mandej i nënshtroheni analiza. Po kryesisht në check-upet e zakonshme kur s'ka simptoma, kërkohen analizë yndyrnat, sheqernat apo vitamina D. Çka hyn çat pakun e check-upit po më intereson. Okej, pakun e check-upit hin, domethënë, kontrollat e analizave të përgjithshme, sedimentim, pasqyra e gjakut, urina, sheqeri, insulina, yndyrnat, CRP, veshka, urea, kreatinina, cistitina C, acidi urik, mëlçia, ALT, AST, bilirubina, LDH, GGT, ALP, nëse jeni grua në moshën cila i ka B40, dhe të kërkohen edhe gjendja e eshnave, kalcium, magnezium, fosfor, natrium, kalium, pra dhe të lypet edhe hekuri, dhe të lypet gjondra një herë në vjet, dhe të kontrollohet edhe gjondra, vitamina D, ato që e përmendëm disa herë deri tash. Pra kjo është një check-up edhe, po, nëse keni probleme tretjes, mjeku mund vendosë që t'ju bën analizën e helikobakterjes, e kandidës, nëse jeni mbi 40 vjeçë do t'ju bën edhe diçka që quhet fecal occult blood ose gjaku i msheft në jashtëqitje. Pra kjo është një check-up i rregullt. Për tek kësaj bëhen ata çka ka nevojë, nëse tani mos harroni ju kur t'i kryeni këto do të shkoni prapë te mjeku juaj. Edhe mjeku do t'i analizon analizat, juve para syve do t'ju tregon kjo, edhe thotë ndoshta diku do të gjendeni pikë do thotë kjo nuk është të më pëlqy.
mendoj se kjo duhet vazhdohet hulumtimi edhe pak. Ose do të thotë, ju jeni super në rregull, shemi mas një vjet. Po, inshallah kretëve ju thuj, jeni super në rregull, sepse fatkeqësisht është shtu numri i smundjeve kronike, fatkeqësisht është shtu numri i llojeve të reja të smundjeve që edhe si kemi ndëgju, ose kemi qenë pa informuar, po që është çdo ditë më shumë problematikat po shfaqen. Ju e keni mjekun e juaj, s'keni nevojë të ndëgjoni, mjeku i din për juve. Po, është mirë që secili ta bën mjekun familjar, unë kom lobu me muj që secili me bën mjekun familjar, ende kemi vend për me kriju ato, po sidoqoftë lumë ata që e kanë këtë mjek familjar, fëmijëve të vetën të prindërve. Unë të falenderoj shumë që je gjithmonë korrekt dhe i gatshëm me kontribute shikues tonë. Falënderit juve për kohën, për mundësinë që më dhatë, për kohën që e dedikut, besoj që disa prej këtyre mesazheve kanë mbrirë deri te shikuesit e juaj. Na këtë punë e bojnë çdo ditë me pacientët. Dhar Zotit që të kem qenë i qartë edhe ta çoj porosinë atë çka kum dash ta çoj, domethënë qëllimi jam ka qenë që pas kësaj interviste njerëzit të marrin kurajën edhe ti okupojnë mjekët e vet, pra mos i lojnë rahat, të kërkojnë prej tyre që t'ju japin informata, se ata janë burimi sakt informata, jo ChatGPT-ja, jo rrjetet sociale, jo, me siguri e dini se ChatGPT-ja momentalisht ka dhënë një farë komunikate që mos konsultoheni me ChatGPT për shëndet, e keni mjekun. Po, edhe nëse e pyet diçka gjithmonë thotë, gjithmonë konsultoheni me mjekun tuaj sepse nuk kemi kompetent. Ai ta rikujton, po prapë se prapë aty është, me të përgjigj për pyetjet bazike. Mundeni me marrë përgjigje, po jeni të sigurt se interpretimin duhet të bën dikush që ka përvojë edhe që është profesionist. Falenderoj shumë për kretë këto përgjigje që kishe kohë. Kënaqësi shumë e madhe. Jemi mundu, megjithëse unë në fillim të emisionit thash që do të fokusohemi në të gjitha smundjet kronike, po është e pamundur për këta minuta sa kemi, edhe t'i spjegojmë në detaje që të rrisim nivelin e vedisimit rreth çdo problematike dhe ndryshime në organizmin tonë. Patjetër që do të ridiskutojmë rolin e mjekut familjar në diagnostikimin dhe trajtimin dhe por edhe parandalimin e smundjeve kronike. Ajo që ka është rëndësishme që dua ta rrit tek kësaj është që çdo ndryshim, qoftë edhe minimal, duhet fillimisht ta diskutoni me mjekun tuaj familjar, qoftë në mahall që keni, edhe nëse e keni ndruar mahallën, po e keni diku tjetër dhe i besoni atij, më mirë të shkoni drejt tek ajo mjeke familjare, sepse në bazë një anamneze ju mund të parandaloni shumë problematika që mund të ndrojnë kualitetin e jetës tuaj. Padyshim, këtë këto i gjeni në rrjetet tona sociale, përgjigjet e doktorit, por edhe të tjera informacione. Tash do të kemi një intervistë këtë tjetër, që s'ka të bëjmë me shëndetin, po ka të bëjmë me motivin, sidomos të gjitha ata që më njohin e dinë se sa rëndësi kushtoj grave të cilat i mbrin ambicjet e veta, ëndrat e veta, edhe luftojnë për to deri në suksesin kur vjen koha me duar trokit. Një e tillë është edhe Ina Shaqiri, me Ina Events Group, që për 12 vite sa fuqishëm ka punu në ndërtimin e ëndrës së saj, sot ja ka dalë dhe biznesi saj po lulëzon çdo ditë më shumë, ta përdorim Inën si një motiv për këtë vajzat e reja që i kanë lënë gjysë ëndrat, e madje shumë shpesh kemi ndëgju u martova se fakulteti s'm shkoj, ato çka desha me bë nuk e bona, dhe ja këto e bona zgjidhje po krijoj familje. Mirë, krijoni familje, por krijoni edhe ëndrat tuaja që t'jeni shembull për fëmijët e juaj. Inën do ta kemi pas pak studio.